Pikërisht këtu është madhështia, por edhe vështirësia e sfidës sonë. Me këtë reformë që sot është e shkruar e zeza mbi të bardhë në letër dhe që ka filluar të japë rezultate të prekshme, ndërkohë që duhet të garantohet në jetëgjatësinë e vetë jo nga njerëzit, po nga institucionet. Ndërtimi i institucioneve të projektuara në atë reformë nuk është një proces që mund të përmbushet as në 1 dekadë dhe as në 2 dekada. 1 dekadë tani më ka kaluar, 1 dekadë tjetër ka nisur dhe procesi vazhdon. Por në ndërkohë, ajo çka duhet të garantohet në mënyrë të pa lëkundur është që procesi të mbështetet me çdo kusht nga forcat që kanë kapacitet ta ndryshojnë rrjedhën e tij. Që do të thotë nga pushteti politik. Ne jemi në këtë sfidë plotësisht vendosur që të mos lejojmë që të ketë kthim mbrapa. Jemi në këtë sfidë plotësisht vendosur që ta bëjmë të pa kthyeshëm këtë proces dhe në këtë pikë ka diçka që është garanci shumë e madhe për Shqipërinë dhe për shqiptarët. 2 fjalë: Bashkimi Evropian. Nëse Bashkimi Evropian nuk do të ishte aty, nëse shqiptarët nuk do ta dëshirojnë aq shumë Bashkimin Evropian, ne nuk do të arrijmë kurrë të ndërtonim një sistem të pavarur drejtësie dhe të vendosim barazim para ligjit. Ose do të arrinim, po aq sa kanë arritur afganët apo irakenët pas bombave dhe pas përpjekjeve utopike të Perëndimit dhe të NATO-s për të quar demokracinë në ato vende. Dhe ndryshimi mes nesh dhe atyre është që ne kemi Bashkimin Evropian, ata nuk e kanë Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian është burimi më i madh dhe i vetëm në botë për të mësuar si ndërtohen institucionet, dhe i gjithë procesi i integrimit i negociatave është një proces transferimi i dijes nga Brukseli këtu në Tiranë, dhe ky transferim dije është një bekim sepse atë dije nuk e krijon dot një vend me forcat e veta, kur paguan çmimin e një historie pa shtet dhe pa institucione deri shumë vonë, e më pastaj edhe kusurin e një historie ku shteti dhe institucionet nuk ishin kurrë të pozicionuara në funksion të krijimit të barazisë para ligjit. Prandaj unë jam besimplot që ky proces do të shkojë përpara ashtu siç duhet, me të gjitha dhimbjet dhe me të gjitha kostot e veta, ashtu sikundër jam më i vendosur se asnjëherë së bashku me shumicën qeverisëse që të mos lejojmë të cënohet ajo çka është projektuar dhe të mos lejojmë të lëkundet ajo çka është ndërtuar.
në aspektin e një sistemi të ri dhe të pavarur drejtësia.